Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u shfaq sot në një konferencë për mediat, ndërsa pranoi se ka kaluar një viroz pa ndërlikime të veçanta. Berisha theksoi se ai është transparent dhe thot kur është sëmur, duke aluduar se kryeministri Edi Rama shkarkoi komandantin e gardës pas disa procedurave spitalore. Është e vërtet, por unë jam transparent, nuk bëj si ai tjetri që të shkarkoj komandantin e gardës pse infermierët nxjerrin lajmin. Unë një ditë po pata problem shëndetësor, njoftoj publikun. Kisha një gjendje virale e cila kaloi pa asnjë ndërlikim të veçantë. Kjo është. Pra edhe një herë, dy standarde, u shkarkua komandanti i gardës. Në fakt në transparencë është për këtë, por thelbi i shkarkimit të këtij është bota e krimit. Do ta merrni vesh shumë shpejt, po bëhet një investigim, por ai u shkarkua pikërisht të nesërmen e disa procedurave spitalore në të cilat nuk pati asnjë test serioz për ato që duhet kishte, deklaroi ndër të tjera Berisha. Ky i fundit edhe sot vazhdoi denoncimin e tij rutin për atë që e quan farsë elektorale të 11 majit. Sot Berisha denoncoi me detaje kandidatin Arkend Balla, të cilin e cilësoi si përfaqësuesin e klanit Troplini. Berisha tha se edhe në ditët në vazhdim do të denoncojë sërish farsën e 11 majit, duke paralajmëruar edhe një herë tjetër se Partia Demokratike nuk do ta njohë kurrë atë.